Gazetari dhe studiuesi Ilir Ekonomi, i njohur për hulumtimet e tij mbi figurat kyçe të historisë shqiptare, ka promovuar veprën e tij më të fundit kushtuar Fanolit, këtë herë duke e paraqitur si një rebel. Libri i mbështetur në dokumente arkivore sjell një këndvështrim të freskët mbi veprimtarinë e Nolit në vitet 1920, duke vendosur atë në qendër të një kohe të trazuar politike. Ekonomi e përshkruan Nolin si një figurë me prirje bolshevike, i cili nuk nguroi të kërkonte vendosjen e marrëdhënieve me Rusinë Sovjetike për hapjen e një legate në Shqipëri, një nismë që u përkon me interesat e Moskës për përhapjen e ideologjisë së saj në Ballkan. Përmes këtij libri autori e sjell Nolin si një personazh të vendosur, sfidues dhe të lidhur ngushtë me zhvillimet e mëdha politike të kohës. Një dokument ekskluziv që kam gjetur unë që Noli interesoi për sistemin bolshevik. Në 1923, ai ishte në Shqipëri, ishte deputet parlamentit në atë kohë. Dhe interesoi për sistemin bolshevik. Por këtu kishte një sekret që historianët nuk e thonë, që Stalini ka marrë një telegram nga ministri i jashtëm i tij, Çiçerini, i cili i thoshte me zi presim, i shkruante Stalini, me zi presim që në Shqipëri të ngrejmë një legat sovjetike. Edhe Noli kishte filluar punën për ta ngritur këtë legat. Gjatë promovimit, Ekonomi bëri të ditur se po punon për vëllimin e tretë, që do të fokusohet në periudhën pas largimit të Nolit nga Shqipëria deri në vdekjen e tij në vitin 1965. Kam ndërmend të mbaroj edhe një vëllim tjetër, një vëllim për Nolin, që do të jetë vëllimi i tretë, ndoshta i fundit, ku do të përshkruaj jetën e Nolit nga viti 1925 kur ai largohet nga Shqipëria e derisa vdes në vitin 1965. Problemi është material shumë i dëndur, ka shumë material dhe nuk e di a do t'i fus dot në një libër të gjitha ato. Zgjedhja për të prezantuar librin Rebeli në Pogradec nuk ishte rastësore. Ekonomi ka një lidhje personale me qytetin, pasi është vendlindja e tij dhe siç e theksoi vet, Pogradeci zë një vend të veçantë në jetën dhe kujtimet e tij. Ne duam, thoshin ta. Dhe kjo ka vazhduar